Prokurorisi ka dalë sërish punë me keqbërësit e pushtetit. Një tjetër institucion shtetëror tash është në lupën e organit të akuzës në ndyshimet për keqpërdorim. Bëhet fjalë për Agjencinë e Punësimit të Kosovës, në krye të së cilës është Jehona Rexha, mikeshe ngushtë me kryekëshilltarin e kryeministrit Kurti, Luanda Lipin, për emërimin e së cilës do të flas pak më vonë në këtë video. Ishte korriku i këtij viti kur në adresë të Departamentit të Krimeve të Rënda të Prokurorisë në Prishtinë shkuan disa informata për Agjencinë e Punësimit. Dyshohej ndër të tjera se zyrtarët aty kanë bërë punësime të palegjshme. Menjëherë pasi prokurorët morën informatat, nisën hetimet e tyre duke autorizuar krimet ekonomike të policisë për të ndërmarrë veprime me qëllim grumbullimin e informacioneve dhe provave që do ta zvarnin në rastin dhe dyshimet në fjalë. Zyrtarët e agjencisë, siç i tha Prokuroria Vox Kosovës, dyshohet se kanë kryer veprën penale keqpërdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar. Emra apo pozita supermenden shkaku i fazës së ndjeshme në të cilën ndodhet rasti. Të kthehemi tash tek personi që udhëheq me këtë agjenci, tek Jehona Rexha. Nga viti 2022, ajo vendos në pozita të larta në këtë agjenci. E njëjta ka një marrëdhënie të ngushtë miqësore me Luanda Lipin, shefin e kabinetit të kryeministrit Albin Kurti, prova për raportin e të cilëve gjenden me të madhe në rrjet. Kish më larg se para 3 muajsh, ajo me një vendim të veçantë të nënshkruar nga ministri i Financave Hekuran Murati, u vendos si ushtruese e detyrës së drejtoreshës së Agjencisë së Punësimit. Ndonse vetë institucioni që ajo drejton i referohej që një kohë të gjatë asaj si drejtoresh, i njëjti Vox Kosovës i tha se Jehona Rexha, para vendimit të korrikut që nga viti 2022, kryente detyrën e zëvendësës së drejtorit. Ndër të tjera, arsyetuan se ajo punon moti në këtë agjenci. Se krimet ekonomike kërkuan dokumente, Vox Kosovës ja konfirmoi edhe vetë Agjencia e Punësimit. Tha se ka bashkëpunuar me drejtsinë, mirë po nuk tregoi se për çfarë rasti bëhet fjalë. Në pushtetin aktual, nepotizmi është kthyer në profesion. Familjarët që dikur ishin për dasma, sot janë për institucione. Në këtë vend, miqtë e pushtetit s'ka nevojë për konkurs, sepse kanë sistemin si rekomandim.